kur bëhet me një lloj kurzimi të tillë, atëherë ne kuptojmë që ai nuk e ka nërmen, më resocializu, edhe e bën atë punë sa për më dalë. Jo, varet se sa do t'jenë efektive programet, varet se sa do t'jenë profesional. Unë thash, vetëm 3 vitet e fundit kemi punësuar 300 zyrtarë të ri. Sepse kemi pas edhe problemin e moshës së shtyrë të zyrtarëve tonë korrektuese. Mungesën e punëtorëve sociale keni pas gjithmonë. Është rritë edhe numri zyrtarëve social. Deri këtë vit me 10 zyrtarë korrektues janë trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një prej donatorëve kryesorë që kemi pasur. Pastaj Këshilli i Evropës, EULEX-i e shumë partnerë tjerë strategjik kanë bërë që këto programet jenë efektive edhe këto programet të pasurohen. Natyrisht na kanë ndihmuar edhe monitorimi, sepse jo gjitha mangësit, jo gjitha dobësit, neve i shohim brenda shtëpisë tonë. Por, kur ka monitorimet e tilla, nuk ka shtet në botë që ka pas monitorim ma tepër e ma shumë se sa shërbimi korrektues i Kosovës. Por nas në rrethon nuk i kemi pas si armiq, po i kemi pas si partner. Apo pajtoni zonja Haliti që ka pas që ka shumë monitorim? Veç lidhna me drejtorin, unë plotësisht pajtona me ju dhe unë mendoj që për një person që është mbajtja dënimit, puna është terapia më e mirë. Prandaj asni duhet me gjetë mënyra dhe metoda që me motivue personin të punoj dhe ta doj punën. Nikosisht, mendoj që shoqëria jonë në përgjësi duhet jetë shoqëria hapur, duhet jemi të i kalojmë stigmat të ndryshme që këta persona kanë krye një vepër penale dhe edhe pas mbajtjes së dënimit ata të punësohet sepse puna është elementi dhe terapia kryesore. Po mdo këtë u keq kuptova. Nuk thash për punën. Thash për punën e kushtit. E kurzuar. Detyrim është puna. Detyrim është puna. Pse është detyrim? Nuk ka bashkë detyrim. Sepse është terapia. Nuk është. Nuk është. Por, është tepër me rëndësi që ato që pësynoni me bo punësim mrena burgjeve, është tepër me rëndësi me bo jashtë burgut. Në burgut s'ka rëndësi për të e punë, në fund. Po, këta po arsuetojnë që kjo këmi mundësu, masanej që me pas shumë alet, kur del jashtë burgut me vazhdu. Qysh ka me pas më let? A mu i mu lidhë qëto? Qysh ka më let? Jo, shërbimi sprovosë dhe shërbimi korrektues kanë një marrëveshje për mbikëqyrje dhe paslirimit, sidomos për të niturit. E kemi një program, po, e kemi një program që edhe pas lirimit, në vazhdimësi, aty prej një komisioni në realitet multidisciplinar, shërbimit korrektues dhe sprovues që në fillim, kur një mitur pranohet në burg, atëherë përcaktohen detyrat, programet me të cilat duhet të zbatohen dhe atit mituri. Dhe pastaj, kur aje kryen burgon, ne, po, çdo herë duhet jetë me edhe pranimin e vetë miturit, shërbimi sprovues pastaj deri në një vit e përcjell reintegrimin e tij në shoqëri dhe bazuar në programet, për shembull nëse kanë mbetën gjysmë me shërbimin korrektues, shërbimi sprovues vazhdon zbatimin aty në programeve. Njësoj ndodh edhe me personat e liruar me kusht nga burgu. Ka pas raste kur, për shembull, femna e burgosur ka marrë një trajnim profesional në brenda shërbimit korrektues dhe pas lirimit me kusht, me ardhjen e saj në shërbimin sprovues, ka vazhdue dhe ato programa i donacion që i ka përkra në brenda institucionit korrektues, pastaj edhe me shërbimin sprovues ka filluar bashkëpunimin, ju kanë ble për shembull makinat qepjes për shembull kurset floktaris kanë kryer brenda në institucion, kurse organizata të ndryshme ju kanë ndihmuar të hapin një punëtori dhe ju kanë ble mjetet të cilat ju nevojiten. Do të thotë ka një vazhdimsi, patjetër shërbimi korrektues dhe sprovues në rehabilitimin dhe reintegrimin në shoqëri të këtyre personave. Betem edhe sa pen pan. Në shumicën e shteteve të Evropës, lirimi me kusht nuk trajtohet, fitohet automatikisht. Periudha kur vije, kur ne i burgos refiton të drejtën e lirimit me kusht, ai lirohet, nuk trajtohet. Por ai ka obligim
obligim ligjor me ndjek programet rehabilituese edhe pas kësaj periudhe. Në rast se një person nuk e ndjek programin rehabilitues, ai ka më kthy në vujtje dënimit për me vazhdu vujtjen e dënimit. E mos flasi për obligime brenda burgjeve. Unë jam për këto, për arsye se institucioni lirimi kusht është diçka shumë e rëndësishme. Më nejt për burgjet, sepse shpeshherë është një ventil për burgjet, një shlirim, shpeshherë edhe institucioni tjetër që farën falje të ndryshme, du të kuptu politikat ndëshkuese, të mund më ndryshu, duhet jenë të avancume, duhet jenë që ndikojnë dhe ndihmojnë për burgosurit. Pra nëse këshyrim se kriminell, ata kanë më dalë kriminell, kur s'kanë më mujtë ndryshme më bo. Disa për ty në kanë më metë për gjithmonë recidivist, disa për gjithmonë burgjë. Shta vetëm kishë shumë, ne kemi disa institucione korrektuese që dallojnë për nga natyra dhe infrastruktura e brendshme. Më problematike kemi burgun e Dubravës, ku është burgu që ka mas shumë të burgosur dhe fatkeqësisht nuk mund është t'i sigurosh gjithëve një vend të punës. E përmend një drejtori që puna është obligim në institucionet korrektuese dhe pikërisht ajo ku në disa raste me një farforme detyron ata me punu janë punë për shembull të pastrimit apo disa punë të tjera të përditshme të zakonshme, që me të vërtet burgosurit nuk i bëjnë me qef edhe me knatësi, po do të janë detyruar për mi bë. Për shkak që institucioni si institucion nuk ka kapacitete për mi ofru të gjithëve një vend të punës, një punë ma dinjitetshme, një punë që ju përshtatet qoftë aspektit fizik të tyre, qoftë përgatitjes tyre për me kry një punë tillë. Për shembull kemi qendrën korrektuese në Lipjan për gra, ku fatmirësisht në Kosovë numri i grave të privuara nga liria është shumë i ulët në përqindje dhe uroj që me qenë kjo përqindje edhe në vitet në vazhdim. Dhe në qendrën korrektuese për gra, domethënë nuk ka kapacitete, nuk ka gra për mi mbulu të gjitha nevojat e institucionit për mi angazhu në punë, qoftë në furtari, në rroba qepsi apo në punë të tjera. Kështu që dallon prej institucioni institucion, po që duhet me pas parasysh për politikat rreth menaxhimit të qendrës korrektuese në Dubravë. Apo e përmendi edhe pak më herët drejtori për punën që bëhet jashtë institucionit. Për vitin e fundit nuk mund të flas sepse nuk e di si është situata, mirë po për vitet më hershme para 2 viteve, ne kemi paraqitur si histori e suksesi qendrën korrektuese në Smekonic, ku të burgosurit janë angazhuar në punë përmes kontratave me biznese të ndryshme dhe tha drejtori që ajo i ka shërby të burgosurit edhe kompanive, po jo burgut. Po ne dashte pa dash sigurisht që i ka shërby edhe institucionit, sepse një person që ka dalë në ora 7 në mëngjes edhe këtu në ora 5, ai nuk ka pas kohë më marrë me çështje tjera, domethënë ka ardhur ka pushuar në burg edhe nuk ka qenë domethënë person problematik apo që ka shkaktuar ndonjë telashe brenda burgut. Ndërsa këto institucione tjera, siç është Dubrava, nëse një burgosur është në disa ora nuk ka me fshi gjithë ditën sepse s'ka punë për me fshi gjithë ditën, e kryen ato obligim siç u caktohet nga stafi i burgut, ndërsa pjesën tjetër ka më menduar se çka më bë me tjetrin, si mund ngacmue, si më bën me arrin një qëllim të vetën që e ka, kështu që e ka kohën në dispozicion për me mendue ndoshta negativisht në vend se me u angazhu vazhdimisht në punë dhe me u lodh mos me pas kohë me bë çështje me punë tjera.